Profesor, një ngjarje e rëndë ndodhi në Berat ku një 42 vjeçar Geli Hoxha u vra nga një person për shkak të një kali, le të themi, për një lloj që në media thuhet për pagesën, por ka reaguar edhe e bashortja e të ndirë duke theksuar që nuk ka qenë për shkak pagesës, por ka qenë për shkak të një irritimi që pat i zoti i kalit për shkak se vajza e vet donte të bënte një foto. Çfarë ka ndodhur realisht, profesor? Kjo është turpi më i madh që ka ndodhur Beratit, sepse unë isha përgatitur që do thoshja me lejen e komisariatit policisë apo të shefit krimeve që për 5 vjet 5 milion turista nuk kishte bërë kur e mundur nga qytetarët Beratas që dikush turist ta ankohesh për një sjellje jo qytetare, për një gest jo qytetar, për një vepër ofenduese, por jo më kriminale jo se jo. Dhe ky vuri ka pak. Pra vetëm një veprim i tillë, unë nuk e quaj as të çmendur, po një monster që kishte bërë 3 vrasje, një në Shqipëri, një në Greqi dhe një më pas, 3 vrasje, dhe e vetmja përgjegjësi e madhe që unë e kam thënë në një vend tjetër, në emisionin tim Rajin Tona, është e qytetarëve që e dini se çfarë monster është, që e dini që zihesh me gjithë, që e dini që ishte ajo veshje, ajo pamje makabre për mostre që ai ishte në shërbim të turistëve, që ai të gjë mund të kishte bërë me turistët, dhe arrin për një fjalë, për një gest, për një vepër që e ka shumë e vogël, edhe sikur të ketë bërë një gabim pa dashje njeriu qytetar i madh anglez Tropojan, imagjino nga Tropoja ti me çka kënaqësi e ka ardhur ai në Berat. Edhe mua aty të them të drejtën, 10 ditë nuk më ka zënë gjumi në shtëpinë time, si Berat si në Tiranë, për këtë djalë që as e njihja, po vetëm që ishte i gjatë, e mendova që është Tropojan patjetër, se pash dhe në foto dhe me vërtet ishte Tropojan. Një djalë i shkëlqyer, një baba i shkëlqyer, dhe ti ndodhi se goca donte gjoja u tremkale, absolutisht jo, nga këto ti. Le të themi një mikro debat që çdo njeri mund ta bëj për ditë në një moment caktuar. Le të themi, po nuk bëra foto të kali, po jo po kali su trem nga mua, gjë e tillë, edhe ai aq monster ishte ti, sa merr thikën dhe e gjuan në një vend të fshet, delikat, duke qenë edhe trup vogël, ky djalli, si ishte djall. Prandaj ishte 1,60 i gjatë, djalë që janë të shkutur, të dëbët, të shëmtuar. Djall. Me imagjino këtë, mbret, Tropojan, king, djalli. Dhe ky e gjuan në një vend likti, sepse kishte mësuar djalli që aty gjaku nuk shteret kurrë. Edhe e vrau në një damar që e dinte mortja, edhe pa besi, se thika është e pa bes. Ndërkohë që është jashtë kanuneve të Tropojës, të kanuneve të Shqipërisë, që merret shpata, pistoleta, edhe ka valle që dilet në dyel. Bile lutet njëri tjetrit dilti në dyel i pari. Lutet thotë pas kanunit pra. Nësa ky i vajti mori thikën dhe pas shpine dhe thiri dhe ja nguli me njerë. Pa bërë debate, Kjo është një turp i madh që i ka ngelur Beratin radhë parë, shoqërisë shqiptare që pikërisht për të ngjarjeve të tilla politikës, të një fjalori zhargon, që diku e tham në një emision bashkë, që është fjalori midis zënës kryeministit dhe kryeministit, fjalor zhargon aktë të sjellje, po e themi kështu gjuhë latine, arrogant. Po arrogant, kujdes, ka fjalë në rrugë brenda, rrugaç, arrogant. Është i rrugës. E thash pra. Dhe kjo jep një atmosferë. Sjellja e politikës, e politikanëve, e qeverive, e qeverisjes, jep një sfond, background, gjuhë moderne, sfond. Jep ato që quhen fera të shoqërisë. Gjithë politika shqiptare fair. Jo fair purgator, fair i Dantes. Fera, gjëmbaç, të shpon sjelljen tënde personale, të shpon jetën familje, të shpon xhepin, të shpon ekonominë. Gjithë sjellja politike e politikanëve që prandaj edhe hoqja dorë, sigurisht që keq më erdhi që siqofse heqim dorë gjithë ne profesorët, do ngelen pikërisht ferat atje. Ikën ky trëndafil, do ngeli fera, edhe ferat kanë ngelur. Tu drejt. Po këto fera përgatisin një situatë me gjëmbaç.
Edhe nga këta gjëmba, që po thuaj që shoqëria shqiptare agresiv, shumë pak e nisin fjalën me të lumpshin duart, me fjalë të bekuara, me faleminderite, me të qeshur, me të qeshin syte, me fjalë që bëhet. Po unë kam me mira bashkëpunëtor që fillojnë fjalën nuk bëhet profesor. Nuk është kjo kështu. Me mira. Edhe unë nuk do bëj mos e fillo kur nga nuk mos. Pra, një shoqëri me gjëmba e del një gjëmbaç më i madh. Që është ky mostra. Unë do kërkoja ndihmë që një adresë të krye familjarëve, familjes së të ndjerit, do kërkoja një adresë dhe dua pavarësisht 10 ditë, 20 ditë, dua t'i vete t'i shpreh një puthadore, një fjalë falje, skuza, që quhen këto, në emër qytetarëve të Beratit, në emër qytetarëve të Shqipërisë, kush jam unë do thuash, një qytetar i thjeshtë. Se bëj që unë përfaqësoj ata, qytetarët e Beratit. Po kam dëshirë se s'kam fjetur gjumë 10 ditë për të djalë pa e njohur. Dhe sigurisht më vjen keq për qytetin tim që të marrë këtë dogm, këtë vull, këtë një lloj embleme negative, edhe kush e di sa vite do duhet që të largohet. Ty s'është larguar humbja e Gjergj Kastriotit në Berat, nuk është larguar. Nuk është larguar humbja e qeverisë komuniste në Berat në 22-3 tetor, kur u bë atëherë. Nuk është, por ka ndodhur gjëra shumë të ndihmshme në Berat. Me të vërtetë qytet i bukur me njerëz të paqëm, po qëllon njëti që i fshin gjitha. Kjo më vjen ajo, grinda dhe zëmrata dhe një farë bimbje për qytetin tim. Si ka mundësi që një veprim të fshi kaq të mira. Por unë besoj se Berati do ngrihet prapë qytetaria e Beratit mbi këtë vepër vrasëtare, por vetëm i lutem Beratit të jenë atë që kam thënë në emision spiuna pozitiv. Por nuk është keq të thuash që ai e hedh plerën rrugës, ai sillet shumë keq, ai ofendon turistat, ai ka një ego të shfrenuar, po ai është edhe psikopat është gjë e bukur janë, se psikopati s'bën keq, po skizofren për shembull, edhe mund ta thuaj edhe duan treguar ata. Duan gjetur vendi në atë që ata meritojnë. Si mund të jetë ai bashkë me mua në tavolinë mua e ke ata, papakurizit e ke, në restorant. E ke në rrugë, apo se janë në rrugë të ngushta, Berati, Magalemi, Kalaja, janë rrugë të ngushta, e ke në rrugë më atë, e ke në rrugë. Dhe bashkia Beratit mban në përgjegjësi që nuk ka mundur që të vëri atje me kal persona institucionale më bujë. Persona le të jenë privat, po persona që komandon dhe qeverisë bashkia mor, sa bukur bashkia e do Kalane, pastrone, bën kështu ndryne, sa bukur për një dritare, jo çajin dritare, për një vrim kështu gozhde. Do marrësh lejen bashkiti, edhe lejen e muzeut, mirë e gat. Po për sjelljen që shkatron një jetë qytetit të tërë, po për një taks aty të hysh në Kalane Beratit, të hysh pa taks, hyn çdo njeri, po ky që i shërben tuajve të jetë një njeri zhele, një monster të jetë ky njeri, po kjo është shumë e rëndë. Që bashkia mos kontrollojë dot territorin, administrimin e saj, njerëzit e saj, shumë e rëndë. Që do të ketë njerëz me papion më të vesh, po ikën në Varshavë, në Krakov, ikën në Vjenë, që do gjesh ta që shërbejnë për këto shërbime private, individuale. Po janë fantastike, janë si të mesjetës, me veshje nga më të mirat. Edhe ky Berati, ky mortja, ky mostra, le të vishesh me rroba karakteristike të Beratit, dhe që janë, po vdesin rrobat e muzakave. Po vdesin. Muzaka e Berat, muzaka, Topia, Berat, Skrapari, muzak. Po vdesin këto rroba, ma ai pse mos ta mbajnë këta që janë në pozicione të tilla aty, edhe kjo e bën që ai edhe mos ta përdori etikën, sepse vetë veshja i jep një pamje dhe një sjellje tjetër. Unë kërkoj shumë të falë, nuk e di se kompenson kur fjala ime falje familjes së të ndjerit Tropojan, por do doja shumë që ti vete të ndodhen pranë, nuk e di se si mund ndihmoj në atë familje. Kush mendoni ju se është pallosh i gjatë dhe çfarë do thotë në shqip pallosh i gjatë? Ora, së pari njëherë që ky lloj fjalori që ne mendojmë që u ligjemi pavarësisht një krah i caktuar, diku po se, diku po dë, e majt apo e djathti. Por ne edhe e dinim ti, por në këtë parfe e di që njerëz të sferës që kanë në dorë fatet e vendit, ministër, kryeministra apo kryeministër, dhe të flasin me terma shumë dobët se fjalori arrogant,
arrogant do të thotë shqip, ashtë i rrugës. Fjalor rrugaqërie, pra. Ai palla, ai palloshi, ajo ka u rëveja, që duket me imagjinoj që gjuha shqipe nuk pranon edhe si terma këto ti. Po në fundit kurba kurvësh, një gjë beja është veja, kurvë që e drejt me fjalë. Edhe ai palloshi, ajo palla. Palla, që është mbrojtja, palla. Po gjuha shqipe e bën nga pall, që është një diçka mbrojtëse, e kthen në pallosh, që është i pa mbrojtur, e kthen në metatez, e kthen në një, si punë log, fjalë mençur. Logje është logje kavaje, logje fjalë pa menduara. E njëra gjë, pall është fjalë mbrojtëse, ose është mjet mbrojtës. Pallosh është një njeri pa mbrojtur që diku e kap, diku do shptoj, do ta kapi ligj. Prandaj edhe e ka thënë që unë jam mund të vesh pantallona dhe do të marr me vete. Dhe unë mendoj që shara në gozhdë diku dhe dikur do ngel. Nuk mundet kur që një kryeminist nuk po merret me termat e zonjës në fjalë, po merret me vetveten, me kryeministin, i cili ka futur si Enveri, gjithë kolegët, nga 61 bashkiak, 32-3, edhe 3-4 janë gati, i thonë 40 bashkiak në burg, nuk është pak. Nga kaq bashkëpunëtor në rang ministras, zënës ministras, edhe drejtoras, të futesh më shumë se gjysmë e tyre të jenë në burg, nuk është pak. Edhe ti të ngelesh i papajshëm, ti të ngelesh që ata e dinë dhe majnë përgjegjësi për fatin e tyre, ndërkohë që është pa mundur për dy gjëra. Ose ti je pjesëtar dhe pa firma, pa dokumenta, i ke marrë pjesën tënde, në këto vjelle galopante, po janë vjelle të tmerrshme, 50 milionë euro. Pa 50 milionë është ajo që bëri bujnë, po janë dhe 50 milionë të tjera brenda projektit që su ndërtuan kaq gjëra, se projekti dole me 2 urat. Pyetja ime tani, ku janë 2 urat? Si punë e di që ç'a ndërtoni ju? Ne ndërtojmë dhe marrim me një shifër thaj angelet për ne thaj. Po ju thaj, po ne thaj, ja shikoni ato 2 ura thaj. Se din gjithë tash janë, po e shikoni thaj, ja 2 ura. Nuk po i shoh thaj, unë i mora gjitha thaj. Eksakt. Që 2 ura që ishin në projekt në tunelin e Llogaras nuk ekzistojnë. Dhe askush nuk flet për të gjëra. Ndërkohë që shqiptari merret me le të themi Ariu Engri nisin atje në Veriti. S'po e themi se Artur Brimati. Se i dua shumë ata aty. Edhe 4 veta pranë Ariun dhe e morën me kështu ç'a quhet, me shkopin, i ngullën shkopin. Edhe morën pse ante ca misër që këta kishin lënë pangrand. Masi i prem pyllin këta aty, i prem pyllin ku jetonte Ariu, masi nuk e lanë të ande Ariu pjesën e vet, Ariu do ajë pjesën e vet. Normal që Ariu do vinë të anë, po këta nuk thonë Gjygoslavi për kryeministre, për zënës kryeministre, për ministre, për kryetar bashkie, që u vjetë gjithë ditën i rje. Nuk thonë Gjygoslavi. Edhe fjala korrupsion, dhe nga fjala ropi, corruption, anglisht. Ropi, gjallë. Kjo është korrupsioni pra. E ropi ti. Edhe këta, qoftë që ata jashtë të rjepin me një shifër, 8%, 9%, asnjëherë mbi 10%, ata jashtë nuk e njohin ata milion euro ti. Si vjedhet këtu ti miliona euro ti. Këtu vjedhet me 99%, është kundërta e tuajve. Këtu vjedhet me 2 shifra, 10, 11, 20, 50 e me radhë. Dhe prandaj quhet e rjep për si gjalli, corruption, korrupsion pra. Më shqip nuk janë dot ta shpjegosh të fjalë. Dhe ky fjalor që ka përdorur zënës kryeministri aktuale, fjalor shumë i rëndë vëllai, me një imagjino që jo me nivelin e saj, po me një nivel shumë herë më poshtë se ajo. Do të kaloj disa shkallë që ministrat veke drejtori. Tjetër, si ka mundësi, si ka punuar kjo me këtë kryeministër kur kishte këto epitete, këto përcaktime, këto definicione, këto përcaktime në karakterin social të kryeministit. Si punonte kjo me këtë? Si merresh vesh kjo me këtë? Kur kishte këto mendime për teti. Edhe këtu është çështje tjetër. Pastaj, ky zoti kryeministër që masi ka futur në burg më shumë se gjysmën e kryetarëve të bashkisë, më shumë se gjysmën e bashkëpunëtorëve të qeverisë. Ky asnjë nuk ka pa ky. E para që mund të qenë pjesë, nuk ka qenë pjesë. E dyta, po kjo me vështirë, ja pas kanë ellur gjithë pra. Nuk ka parë përgjegjësi ky. Po ty bie një urë që ikën edhe ministri i transportit, bie një urë jashtë shtetit, ikën dhe kryeministri për atë urë,
Që s'ka lidhje kryeministri me urën, pra. Po edhe ministri ndoshta s'ka lidhje me urën, por ikën për efekt, për kod moral. Atëherë, në gjithë këto ngjarjet, 12 vjet, 2013 sot, ky kryeministër për kod moral, asnjë s'ka gabuar ky? Ka qenë shumë i zoti ky, nuk është treguar asnjëri mjefti. Kur s'ja pas ka ndellur ti? Ky s'ka marrë as i kokën leku ky ti. As i kokën leku s'ka marrë. Ky është si Enveri që deli kulluar dhe po ujë trubullohet rrugës, këtë do na thonë shqiptarët. Pastaj kur vjen ke çështja e madhe që është votimi, po mirë ti populli, do të populli. Fajin e ka Saliu, e morën vesh ti. Pa fund Saliu fajin. Po edhe Rama nuk ka faj, dakord edhe kjo. Po mirë ti popull, dhe pyetën ty. Ti në Berat, ti në Tepelen, ti në Klos, ti në Vlorë, edhe ti ku bë tjetër, në Trik. Ty popull ti. Por nuk ta ndjen fare ty? Gjithë ky fjalor vagabondash me disë njëri tjetrit, gjithë ky 50 milionësh ti. Po të pak të mbaj qëndrim, vetëm po, je shumë i mirë o ti djali i PS-s, je i shkëlqyer djali i PS-s, s'ka ku të vëmë, por nuk do votoj ty për shkak të partisë tënde, për shkak të kryeministit tënd që janë bërë thakma të mëdha. Për të gjë nuk do të votojmë. O, po një herë vetëm, mos ta votosh një herë, voton ndryshe në mënyrë që ai të marrë përgjegjësinë edhe në dytë. Një herë, të humbi një herë. Po fitoj ti në të gjitha instancat ti, bashki, drejtori, qeveri, fiton vetëm Krau Majt, po Krau Majt fundit, çfarë? Prandaj konservatorët, këtë gjë që është në Shqipëri. Po prandaj është besuar e djatha konservatore, këta që mbajnë familjen, mbajnë qeverinë këta, të djatët. Nësa të majti, dorë koti e majta, dorë koti, dorë që duhet. Por nuk është domosdoshmëri është e djatha. E majta, dakor, ndihmës. Të duhet të ta marrësh, një herë, dy herë. Po mundet ti të kesh pushtet të përjetshëm, zoti gazetar, kur lumi, ligji natyror më, lumi bën një meandër djathtas, nuk bën dy meandra lumi në të njëjtin drejtim, gazetari nderuar. Bën një meandër djathtas, një meandër majtas. Një meandër djathtas prap një meandër majtas. Pra ky është ligji natyror. Një herë këtej, një herë këtej. Ore zëm se e meriton, nuk janë bërë këto vjedhje, nuk janë bërë këto fjalore, ore e meriton. Po vetëm për shkak të ndryshimit më bëj. Po ta them ligjin e lumit, pra, një herë djathtas, një herë majtas. Një herë uji, pra uji, që mush 365 ditë. Masi e Bekonti bën një cikël tjetër një vjetor, që e në tretë e jet në lumti ujin e bekuar në 6 janar, që e jet vitin e dytë, ciklin e dytë, rridhe një vit ajo se që bekuar, por nuk e mban mëti me që është ujë bekuar, e jet në një urë caktuar, e njëjta gjë. Një herë deri 2 herë, prandaj është presidenti i Amerikës me ligje natyre. Po edhe uji ku më buri dhe kur arrin dhe e mban shelegu në krah, që e çon ke familja, zgjidhet prap komandant. Po e sigur që kur vetë 8-9 vjeç ujku, nuk e merr dot më delën krati. Edhe e le rrugë të zgjidhen komandant tjetër. Pra, një herë deri në 2 herë ujku zgjidhet komandant i familjes, i tufës. Po nuk zgjidhet më për së tretë herë. Pra ligje perfekte natyrore. Atëherë ju qytetarë që votuat tani, për shkak këtyre gjërave që kanë ndodhur, nuk ta vëren. Po mirë ky ndryshim që është ligj natyror, që nuk është dhe ligj biologjik, po që edhe biologjik, nuk është dhe ligj social. Kaq e thjeshtë është. Ai sa i thanë edhe gjyshi tim, ku do votohesh për 2 deputet në 124 me panolin. I thanë ndryshimi, Bujku, beu i madh, është më i madh se beu. Po unë mbaj me Buki thaj. Më mbandi thaj, po ndryshimi thaj. Fshatari. Imagjino sa i mençur 1924. Ndryshimi është më i madh se beu i madh. Të njëjtë gjë që bër e Krembej Vlorës. Bujku në Levan të Fije, në Ad, që e kishte be, edhe tha ndryshimi tha be. Pra ishe mod ndryshimi, e kishin shumë fshatarë që ndoshta duke jo të mençur, por ose ose jo të dukshëm e kështu, po ishin mençur. Nësa soti Kapeli aty, Shkopi, Bastuni, edhe ti voton Bastunin, po vetëm për të gjemë duhet ta ndryshosh. Pra unë s'kam gjë, unë s'jam kur as me të djathtën, s'jam kur, se unë jam një djathtë në origjinë, s'kam si të jem kur i majt, por jo se e respektoj të majtën, e pëlqej të majtën, e dua të majtën, e dua për atë të Ardeut. Po si të majtë nuk i dua kur. Po për atë të Ardeut, patjetër që i dua, kam miq, kam shok, do vetë të bëj një klub djem të Barati, do vetë ndihmoj kryetarin që fitoj. Por ama unë isha për ndryshimin, pavarësisht që kisha lëndrat kryetarit. Kam marrë besëm. Po për ndryshimin, sepse ai djali i shkëlqyer, po edhe tjetri djali i shkëlqyer, familja e shkëlqyer ai, familja e shkëlqyer
ai tjetri, qytetar ky, qytetar ai, me shkollë ky, me shkollë ai, po ishte ndryshim, ky ishte i pavarur, ose do bënte si pavarësi e shoqërive, e Beratës, nëse ai është i varur, do ai, djali i shoqyrë, do ai, por nuk do ai lart. Si nuk ka dashur, Beratin e bëri UNESCO, edhe bëri ky djali tjetër që ishte në kandidat nga shoqëria e pavarur. E bëri ky tjetri Beratin UNESCO që fitoi neve sot. Se shtëpia ime aty ishte para 10 vjet para UNESCO-s, por nuk njihte njëri ato. Shtëpisë time dhe shtëpitë të tjerëve të Beratës. Po kur u bë UNESCO, edhe jo se e bën këta, e bën këta djem. Gjoxh Xhallami, Pablo Shkarpa me shok, këta e bën Beratin. Edhe disa emra të tjerë dhe unë ai sa në ato vite, po më shumë këta. Edhe Berati është që merr frymë në kuadrin e patentës së UNESCO-s. Këta mburën, marrin taksat e këtyre 1200 sa jemi ne butina e tjera. Po, prap, i quaj normal, i quaj shumë mirë, edhe kanë ecur, edhe kanë bërë. Kështu që në kuptim është që është një fjalor tip të vë kapakun, një fjalor prej arrogantësh, një fjalor që nuk e kanë mendjen për të qeverisur Shqipërinë, por bën një punë për të vjedhur dhe edhe për të përvesuar dhe jo për ta bërë për vendin. Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin për barazinë gjinore ku çdo kush tani mund të shprehet vetë se si e ndjen veten. Çfarë mendoni për këtë ligj, sa duhet kishte kaluar? Po, nga vetë mënyra që ligji u mbajt, u votua natën, ku nata vetëm për punë të pista është. Vetëm këtë mënyrë, që unë do thoja që kishin frikë ta votonin ditën për shkak të 200 protestuesve, ndoshta. Po pse jo ditën? Sepse ligji nuk ka frymë. Ligji është idealzuar. Kurse si i bekuar. Se çdo ligj ka bekimin e popullit. Një ligj ku vetë organizatat ose vetë njerëzit të komunitetit LGBT janë shprehur se nuk kemi pyetur. Imagjino grupet e tjera që është një popull i tërë, që do të ishte një ligj me referendum, që do të ishte një ligj me diskutime më të gjerë, më të madh publik, si askush ligj tjetër. Dhe këta arritën në mes të natës, s'ka rëndësi ora 8-9 të darkës, s'ka rëndësi e ka pra. Po mes natës mund ta quash natën pra, i zuri nata aty. Ku natën dihet, vetëm punë pista bën, siç e thash më lart, po edhe punë hajmish. Dhe këta dikush e njifte, dikush nuk e njifte, dikush e kishte lexuar nga deputetët një zëri 77, dhe ta mendojnë që me që edhe numër djalli, kujdes, 77, 66, edhe këto nuk janë numra serios, numra në kuptimin që sollën një vëmendje jashtë realitetit, jashtë doktrinës familjare shqiptare, ku Panteli Krisua ka mbrojtur një doktoraturë për familjet shqiptare në 1945 mbasi u aratis nga Shqipëria, e cila kjo doktoraturë e Pandi Krisos, kjo doktoraturë shërben si një nga disa nenet bazë të bashkimit të kushtetues europiane, pikërisht me doktoraturën për familjen shqiptare, që është familja më e vjetër, po mos të në botë paktën në Europë, me traditat më të vjetra, me zakonet, me kod nderi, kod familje, kod gruaje, kod burin, ka të gjitha. E ta më tjerë për fjalë, ka kod burrash, kanuni, ka kod gruaje, ka kodin e nderit, ka kod familje pra. Ndërkohë që ne s'kemi ligj për familjen. Mbasi kemi edhe dy ligje, që është ligji mos diskriminimit dhe ligji për barazi gjinore, i kemi këto dy ligje që 2012-2015. Dhe të ndërtosh dhe të transpozosh një ligj, bila transpozim nuk quhet, që do të thotë që ti je sill nga vendet europiane. Sepse Bashkimi Evropian, 21 vende prej tyre, nuk e kanë gëzuar, mbështetur këtë ligj. Francë, Itali, Poloni, Portugali, Spanjë, Kroaci, janë 21 vende që nuk e mbështesin dhe nuk e duan këtë ligj. Tjetra, nuk ke direktiv Bashkimit Evropian, veç dy gjinive që quhet burrë dhe grua. Nuk ka gjini neutrale. Bile në Francë, kushtetuta ka hedhur poshtë edhe se ka planuar kur gjini neutrale në Francë, disa vjetë përpara. Ndërkohë që këta nxituan që të bie një ligj në një situatë që Shqipëria është një shumë e vështirë për nga pikpamja ekonomike, pikpamja sociale, pikpamja e gjendjes së shtresave në popullsinë shqiptare, ku mendja është me ik, në vend se ndërtohen se si shqiptarët të rinë, pastaj edhe shqiptarët të vinë,
po ndërtojnë gjëra se si shqiptarët të ikin. Dhe në të kuptim, ligji që nuk përmendet shumë atje, familja, burri, gruaja, duket siguruar barazinë gjinore, por në fakt është barazi pa merit. Sepse thotë që do kesh 30 deri në 50% të pjesëmarrjes në një komision caktuar, në një komitet caktuar, në një ndërministri caktuar, do kesh një pjesëmarrje të gjendereve, të grave, ku sigurisht në atë gjender i lihet hapësirë të ardhmes që të bëjnë pjesë ta 1, 2, 3 nga këta komunitete që kërkojnë të devijojnë asimimin natyror të fëmijëve në bazë të ligjeve të Zotit, në bazë të asaj që quhet kanun, që quhet Bibël, që quhet Kur'an, pra këto librat e shenjtë që familjen e kanë bazë të shtetit, së bashku me pronën bëjnë 2 shtyllat bazë të një shteti, të një populli, të një kombi, të dyja këto njërin e prishin atë që quhet pronë dhe tjetër kërkojnë të prishin dhe atë që quhet shtyllë që është familje, që është një shtet i vogël brenda shtetit të madh. Dhe në të kuptim këta kanë futur terma që shumë njerëz edhe si lexojnë dhe si kuptojnë ose edhe bëjnë sikur si kuptojnë. Për shembull, termi individualitet i shumëfisht. Termi familje mbështetur edhe mbi familje fluide ose mbi personalitete fluide. Gjë thot një personalitet fluid, që ti dhihesh mbi fjala mashkull dhe ngrysesh femër ose e kundërta. Burr apo ngrysesh grua. Personaliteti shumëfisht, që ti je ose individualitet i shumëfisht. Do thotë që ti ta hapet rruga për të qenë as burr as grua, por një neutral, po u bën 3, mund të jesh trans, mund u bën 4, mund të jesh grua për grua që lindi objekti martesave apo burr me burr, që u bën 6. Deri tani 6 mund të krijohen edhe 6 variante apo 6-10 variante të tjera. Dhe këtë bësh tash me një lloj arsimimi të detyruar që njeriu këta kanë gjetur një sociolog botror, që normal lindoj një psikopat i tillë dhe thotë që gjinia nuk është ajo që është dhuruar nga Zoti, që është dhuruar nga natyra, po gjinia ashtu si ndjehesh ti mund të transformohesh. Dhe kjo është koncepti i kombit, që kombi, Adam Smith thotë që kombi është ai popull që ka njëjtin gjuhë, ka njëjtën kafshë, njëjtin gjagë, njëjtën histori, njëjtën ndhimë, njëjtën dashuri, njëjtën veshje, ky quhet komb. Lindje tjetër, një mortje, edhe thotë komb është ai njeriu që nuk ka rëndësi se këta përkatësie në gjuhë ke, po ashtu si ndjehesh ti. Dhe këta kanë futur në dhjetor të 2024, ta kanë futur vendimin VKM të qeverisë që ti shprehesh në fshatat e jugut si ndjehesh. Ndjehesh, por nuk lejohet si ndjehesh amerikan, francez, anglez, e ti të marrësh pasaportë angleze, amerikane. Po vetëm duhet thuaj që ndjehem grek, apo ndjehem serb, apo ndjehem bullgar, apo turk, në këto lejohet. Ti të thuash edhe fshati me 21% merr një shkollë, një kopsh, një rrugë, një qerdhe. Dhe me 51% fshati në 100 veta, 51% kalojnë në këtë lloj dëshire që ti shpreh, ti kalon në një asociacion pro-grek, apo serb, apo turk, apo bullgar, apo maqedons. Rëshqet, fluid, e njëjta gjë pra. Që ty të çelet një lloj ligji, kur në vija të trasha edhe mund mos ta kuptosh në vija të trasha, por i qel rrugë që këta që janë komunitet, që janë me bazë dëshire, jo ai që mund të ketë lindur, ata janë shumë të pakët dhe ata bile duhet të mbrojtësh, duhet të mbështetesh, nuk i akuzon njëri. Po një gjë është, çka kanë ata ti që merren me fëmijët tanë? Se ne nuk kemi gjë me ata ti. Se ç'a bën ai LGBT-s, transformohet, shndërrohet, ka jetën e vet, atë homoseksuale bie fjalë, nuk e di jam termat e dur, sepse sot ligjet të bëjnë që ti të provosh pafajësinë e ndonjë fjale natyrore që ty të shpëton nga edukacioni 10.000, 20.000 vjeçar, nga edukacioni jot familjar konservator. Ty të shpëton ndonjë fjalë, ai ka drejt që të dënoj ty apo të pandej ty dhe ti do vërtetosh në gjyq pafajësinë tënde. Pra imagjino se në çfarë lloj drejtimi ulluku do futesh për shpëtuar veten nga një mendim konservator apo nga një shprehje konservatore që ty të del nga shpirti, nga gjani ose nga edukacioni jot natyror. Këta nuk duan kështu. Këta duan edukacion ideologjik, që do të thotë që shteti merr fëmijën në dorë, që do të thotë që fëmia për një pullem të prindit ose për një ofendim të prindit mund të thojë që prindi më ofendoi etj.
Dhe ty ta merr shteti ndor fëmijën dhe ta bën atje te rruga e satanait, te ata gjakpysti që sepse janë me miliona fëmijë të humbur, janë këto familje që janë fluide, do të thotë që mashkull me mashkull, që nuk do bëjnë fëmijë, femër me femër që s'kan fëmijë, që do të thotë që fëmijë më pak, që do të thotë familje më pak, se vetë familja. Çfarë do të thënë? Fëmijë le e vetmja gjuhë që është gjuha shqipe që jep shpjegim etimologjik, koncept, kuptim ekzistencës familjes. Fëmijë le. Ai që nuk e le fëmijë, ai nuk quhet familje. Burrë grua, dy bashkëshort që janë që ndajnë, që rrinë etj. Por aman kur bëhen fëmijët lidhet familja. Fëmijë le, lind le. Pra, shikoj gjuha shqipe sa bukur ka formuar dhe termin dhe konceptin 10.000, 20.000 vjet përpara për konceptin familje, fëmija, fimia, le, familja. Kështu që në kuptim këta është një ligj, për mua është ligj monstruos dhe unë do përfitoja nga rasti të thoshja që gjitha shoqatat që e tregoi edhe vetë ajo zonja Luana apo zoti Irsida apo çfarë duash e quhen, që tregoi makinacionet që për atër të një basje bombardojnë një fëmijë 14 vjeç, 15 vjeç, minoren dhe 18 vjeç, basje bombardojnë me një ideologji se siç kaputet nga naturaliteti, pastaj e bombardojnë me gjoja, me projekte që i marrin vetë, që ajo e kishte kuptuar, ose ai, Luana e kishte kuptuar shumë mirë, se cilët ishin këta që e kishin kthyer në atë në transgender. Dhe çfarë lloje luheshin, sa para luheshin. Ndërkohë që nëse ka një operacion 3 milion euro, siç doli tash, 3 milion euro, po ti 3 milion euro mund të kurosh 3.000 të sëmurë kanceros. Me 3 milion euro, 3.000 të sëmurë për një person që kërkon të përshtatësi ideologjinë e vetë kundrejt një seksi të caktuar, ti mund të qërosh me ato lekë që u dhengan taksa paguçish amerikanë apo europianë, u dhengan kaq kollajti, ndërkohë që ti ke probleme kanceroze të panumërta me shëndetet onkologjike të qytetarëve. Dhe ty shpeshherë ballafaqohen me ilaçe të skaduara këta me sëmundje tumorale. Ballafaqohen me mungesë. Ballafaqohen me mangësira të tejskajshme për distribuerëve vetes për një jetësjatje apo për një lehtësim të dhimbjes. Ndërkohë që ky pse ka një mendje, ka një ideologji, ka një kulturë arsimore apo ideologjike të imponuar, për shkak se disa shoqata duan të projektojnë njerëz, të fitojnë projekte, edhe unë them me plot gojë i nderuar gazetarë, të mbyllen sa më parë. Ashtu si shoqatat mjedisore frolluan probleme mjedisi, prandaj edhe e kam mbyllur shoqatën time, nuk e them rastisht, e kam mbyllur 15 vjet përpara. Ashtu të mbyllen dhe shoqatat që i shërbenin pikërisht kauzave të komuniteteve të tilla, apo zbatimit të ligjeve të fshehura, mafioze këto ligje, hajne këto ligje, jo familjare këto ligje, kundar natyrës këto ligje, kundar Zotit ky ligj i pambrëmshëm. Kështu që në kuptimin e shoqatat jam i bindur sot që si ato mjedisore këto të mbyllen dhe po të duan të krijojnë institute, dhe instituti të bazohet mbi studime, mbi vepra shkencore, se këto të citojnë një sociolog apo një politolog amerikan apo tuaj, edhe duket sikur ai është e vërteta, edhe gjithë narrativa rrjedhja e tyre merr jetë sepse ka thënë ky që ti mund ndjesh e ti mund bëhesh. Kush ta kështu më dhe? Kush je ti më vllai që merr përsipër jetën e fëmijëve, qofshin minore, por qofshin edhe njëri i caktuar. Kush je ti më ri? A e di ti gazetare, ta mbaroj ti që mos i lot qytetarët. Unë kam bërë një bisedë 2 orëshe me nxënësit e klasave 7, 8, 9 në një shkollë të caktuar në Ndeqare. Dhe mbas me ka vatur një LGBT-s. Dhe ç'a ndodhi? Drejtoria e arsimit Tiranë mua më censuroi, ku fëmijëve u ngazëllenin syt nga shkëlqimi nga dituria që dhanë dhe morën, edhe ata më dhanë mua dituri, apo pyetje me vend, ose një dashuri të pakufishme për kafshët, për natyrën, për mjedisin, dhe unë u censurova aty. Nuk u censurua ai LGBT-s. Imagjino kjo një ditë përpara. Imagjino tani me këtë ligj. Ata janë fuqi plot. Ata kanë pikat kyçe të drejtimeve, të qeverive, të partive, të politikave në gjithë globin. Dhe ata nuk mbajnë, sepse janë pervers. Duke qenë pervers kanë dhe fuqi
të djallit të mbinatyrshme për të bërë kësi gjërash të urta të këqija. Kështu që mendoj që është një, them për funditër, të mbyllen shoqatat si mjedisore, si këto sociale, të mbyllen projektet për gjëra të tilla që denaturojnë njeriu, pra. E denaturojnë njeriu. Dhe nuk ka qenë direktivë e detyruar nga Bashkimi Evropian, sepse po që për direktivë të BE-s është burr dhe gruat. Nuk është porosi që aq më tepër ne jemi vend evropian. Ne jemi vend, kur s'e kanë bërë vendet që bëjnë brenda BE-s, ç'po kemi ne duam vite, ndoshta s'do futemi kur në Europë, sepse Europa e di shumë mirë që do të pagoj shumë borxhe për Shqipërinë para se ta fusin në Europë. Kështu që kjo është e gjitha. Profesor, çfarë po ndodh me ushqimet shqiptare? Shiko, jo se është fusha ime, jo se do shumë mend, pra mjafton një qytetar i përgjithshëm e kupton që atë që kam thënë edhe me një diçka kështu si autodidakt, një mendim të pavarur, që përdoret një lloj përdoren shumë ushqime të gabuara. Ndërto kemi që futet me tonelata në Shqipëri, është pluri i qumshit, është vaj i palmës dhe margarina, ndoshta edhe tjera. Po edhe misi që u kap, misi 25 ton që u kapën. Imagjino sa mira tonë, po edhe gruri që është miell që vjen nga shteti verior. Me probleme të mëdha me aflatoksin në gruri, me probleme të mëdha me lagështin, me probleme të mëdha me proteinën. Nuk po e futem me vlerësimin cilësor tyre. Se e din vetë ata, gjë më thënë ti. Që gruri mos të myket, më ndjek gazetari nderuar, që gruri mos të myket, illet një kalium një ingredient, një përbërës i caktuar kimik që të ruaj bukën që ti merr mos të myket. Po në fakt ai ingredienti është kancer i gjallë. Kalium bikromat një gjë e tillë. Po nuk ka rëndësi, ingredient që hidhet në bukë që mos të kalbet. Imagjino mielli që vjen ato që thash, lagështi, proteina, e kam thënë një herë tjetër. Atëherë u bën ballafaqimi i njeriu sa me miell, sa me këtë lëndën kanceroze. Imagjino me sheqerna industrial që kanë atë që quhet një lëndë kimike, aspartamus, që është në për qimçakiza, që është në për të mbërsira, që është një lloj sheqeri industrial, se nuk ekziston më sheqeri i kallamit dormik. Nuk ekziston më atë sheqeri i kallamit. Po një lloj sheqeri industrial që merret diku, s'ka rëndësi për mua, ku merret. Të lëndët tu që jepet apo po ekziston një lloj vaj që i jep një porcion i caktuar, që i jep vajit të kikirikut, apo vajit të lule djeri, futja kot një lloj vaji që kemi ne, ose një vaj të si skeqje të udhirit, i jep një aromë shumë më të mirë se sa udhiri vetë, se sa udhiri më i mirë. Kancer edhe kjo. Pra u thanë 3-4 kancer dhe dërshim. U tha vaj palmës, që vjen jo nga fruti palm, po vjen nga bërthama e palmës, që do të thotë që vaj është acid, ky vaj palme. Vjen me 5 lek litri, ky vaj palme. Në vend se ta elli ai që do paguaj që ta elli, këtë vaj është mbetje, do paguaj dikuaj, atje në Indokin, ai që e sjell. Dhe sa të paguaj atje, ja bleti, fiton 2 herë, një herë që do paguante për ta ellur, se është mbetje, edhe një herë paguhet sepse e merr dikush nga këta tanët dhe pasuron si përbërës vajin bashkë me një lëndë tjetër kanceroze që quhet margarin, që e ka kile 1500 lek margarina, ndërkohë gjalpi e ka 12-14.000 lek. Imagjino që fitimi është kurrizë të shëndetit, që ky është fitimi mjedisor, që ai nuk zbaton kushtet mjedisore dhe fiton kurrizë të shëndetit të banorëve, të qytetarëve. Ky është fitimi. Do fitoj më pak nëse do zbatonte që jo vaj margarine, po jo më falni, jo përdorim margarin, që është thjesht naftë, thjesht naftë më bujë. Pyes, del nga produkt stazor margarina? Kurse si? Produkt industrial, kancer i gjallë. Ky sheqeri del nga një produkt bime, si dikur kallami në Maliq? Jo, del nga një industri e caktuar që ka aspartamus. Ky vaj që i shtohet
ky vaj që blihet diku si esen që shtohet vajrave të dobët të udhit ose vajrave të tjerë, vajrave të pushkës, do thoshja unë. Ky mbasi shtohet jep një aromë të vajit të udhit, është aromë esencë. Është kancer i gjallë dhe kyt. Tham dhe bukën. Mielli e proteina të ulta lagështime kancer. Po tham dhe gruin ose bukën kur gatitet me një lloj përbërësi që mos marrë myk, kancer i gjallë. E pastaj vim ke shumë përdorime që njeriu ballavaçohet me qumshin plur. E tha dikush, çka kemi qumshin thaj? Po pluri qumsh thaj. Pluri është qumsh. Pluri që vjen nga Kina dhe. E para që është një 20 vjet, 30 vjet atje në për depozita. E dyta ma thoi në atë përbërjen e qumshit. Ma thoi edhe 30% bulmet organik, 40% po të blesh djatë në supermarket. Nuk po them emri pra. Jo se kam frikë, po le, do ta dëgjoj nga një tjetër, do ta marrë vesh. Ose e kuptoj. Djatë, nosja ime. Djatë filanta. Po supermarket me nosja. Çish kjo? Djati me ke miku jonë atje në rreth të morit, ke ymeri bie fjala, që kemi ne mik. Djallëje me porë ka lezet. Po djati me si një sistem. Djatë që nuk ka një porë, nuk ka një porozitet. Nuk ka porozitet. Si djati do të ketë porozitet pra. Edhe djati është miell i tërë, po që është i mbushur me një seshte. Ky djati. Edhe ti ha një seshtet, amidon. Po është kancer, amidoni pra. Është kancer i gjallë. Amidoni. U imblet tash i gjitha këto ti, po nuk janë pak. Po ke mishin që vjen i paketuar nga jashtë. Po ke sallamin që vjen nga pikërisht përsëri nga jashtë, edhe mënyra vetë kur thon ata të librave të jogës që kemi neve aty. Të shohë se si bëhet sallami nuk të vjen kur në mendje edhe pa ngrenë thjesht. Nuk të vjen kur në mendje të arë sallam. Dua të them që veç atyre që janë të kontrolluara, ekzistojnë dhe gjëra të tilla, nuk them që njeriu do të bëjë shumë kujdes. Por shumica e gjëra që ballavaçohet shqiptare, aq më tepër që është një treg jashtë tregut evropian, ose nuk pranohet shumica e perime, bimëve, mandarinat që dolën tani, misri që doli 25 ton nuk ka, po sa mi ton ka shpëtuar AKU-s misër me myk. Po ç'është myk? Është aflatoksinë. Myk e thot ai thjesht. Po është helm i gjallë, kancer i gjallë. Sepse nga e them unë, nga e kuptoj, numri i lartë i kancerave. Jo thjesht në një moshë mbi 70, 65-60, po është në moshë 35 vjeç, kam njerëz të mi, të afër në familje. 35 vjeç me kancer. Kur engri ky me stomake, me gjëra, kur u lof stomaku, kur u infektua stomaku, kur u infektua 35 vjeç. Kancer i gjallë. Pra janë pikërisht to, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Të rrallë janë ata që mund shpëtojnë ose që mund ta përdorin me pak, si punë ime. Përdor pak nga këto që tash, ose hiç fare. Mundohem të gjej atë se ekziston akoma në Shqipëri. Ta gjesh atë ku është burimi më i mirë, më i sigurt, më i kontrolluar. Që mund të jetë në supermarket, mund të jetë në shtet, mund të jetë në pazar direkte atje ku merret, duke porositur etj. Dhe do të them që gjuna që ky popull goditet, prandaj është agresiv ky popull. Sepse i elmohet truri më ti, gazetari i dashur. I elmohet truri pa me gjithë to karbone, me gjithë to diokside të karboni, me gjithë to okside azoti, me gjithë to okside squfri, me gjithë to metale të rënda që merr njeriu nga këto ushqime që përmenda, janë metale të rënda gjalla që të gjitha këto. Çfarë është margarina? Metali i rënd i naftës që bëhet. Dhe të gjitha këto përqendrohen, e kemi thënë ka qerë edhe bashkë bile, përqendrohen në organet caktuara ku njëri ka atë pozicionin e vet sistem nervor, njëri në sistem gjaku, njëri në sistemin e qarkullimit gjakut, njëri në organet ripolluese, njëri ka këto organet e tretjes, mëlçie, dhe ti pastaj shef që si ka mundësi ky e dëgjon i pasumur, pa pirë asnjë ilaç, dhe ti e shikon që është me kancer. Që është kancer? Që te njeriu është 5% kancer dhe 95% organi i shëndetshëm, edhe ky 5% rritet dhe nuk të jep dhimbje, të ha nga brenda si një mole, dhe për shkak të këtyre faktorëve të jashtë, që janë këto që përmenda, që janë pak. Se 1 e 2 njeriu edhe mund ta përballonte, po nëse ato vinë 7, 8, 10, të gjitha në tuf, diku vaj bertrame të palmës, diku margarin, diku qumush plurt, diku tonazhe me misër, me myk aflatoksin,
diku ke atë që shoqërohen me kalium bikromat që për mos kapur myk buka, diku miell pa proteina dhe me lagështi. I mbledh gjitha këto dhe është ushqimi bazë jote, me 99%. Është diku sheqer jo industrial, sheqer industrial dhe jo kallami. I mbledh gjitha këto dhe del shumatoria e një njeriu kanceroz. Pra kjo është, nuk e di, duhet unë i bëj thirrje ose shteti në bashkëpunim me disa përsëri shoqata në këtë rast, ose organizata kriminale, brenda vendit dhe jashtë vendit, kërkojnë që të zhdukin Shqipërinë në forma, jo në forma luftë, sepse në luftë nuk e dolën dot, por në formë tjetër që janë pikërisht siguria ushqimore.